qytetar që ka një problem me pronën, çfarë rrugët duhet ndjek dhe sa gjatë në kohë është ajo? Dhe me reformën në drejtësi zgjat shumë, më duket në shkallë të parë, po të jem realist, mund të zgjasë 5 me 6 vite. Kjo është reforma për të përmirësuar, ndërsa tani është reforma për të shkatruar, të jem realist. Në apel do presi, jemi 2025, në apeli sot që janë grumbulluar të gjitha gjykon 2018-ës, 17-2018. Pra e kuptoni edhe në apel sa do pritet. Në gjykatën e lartë, po jeni në një moshë të lartë mbi 70 vjeç, vendimi mund të vjedhë në parcelën e fundit. Pastaj, kjo është reforma e famshme të huaj të cilën asistuan, thanë popull do t'i japim drejtësi, këto janë mashtrime publike që kanë bërë, po nuk e di kush do mbaj përgjegjësinë dhe qytetarët duhet kërkojnë llogaridhënie, se kjo që po ndodh me pronën, kjo është më e tmerrshme se sa të themi për një zgjidhje martese.